Sanremo vishet kuqezi, flet shqip. Në një skenë të huaj në dritat e Sanremos nuk u dëgjua thjesht muzik, u dëgjuan zemrat e Shqipërisë që rikte fort. Mjeshtri i madh, presidenti i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, kalorësi i urdhrit të Skënderbeut, ish deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, Hazgan Haklaj, së bashku me të bion Adela, nuk përfaqësuan thjesht veten e tyre. Ata sollën atë skenë shpirtin e tropojës, gjakun e maleve, krenarin që nuk përkulet. Çdo hap i valles ishte histori, çdo ritëm ishte kujtes, çdo lëvizje ishte thirrje. Ne jemi këtu dhe nuk harrojmë kush jemi. Në një botë që shpesh përpiqet të na zbej identitetin, ata e ndezën edhe më fort flakën shqiptare. Nuk kishte nevojë për fjalë, mjaftoi vallja për të treguar se Shqipëria nuk është thjesht një vend në art, por një shpirt që jeton në çdo brez. Kjo nuk ishte vetëm një performancë, ishte një betim për rënjët tona, ishte tropoja që foli në zemër të Italisë, ishte Shqipëria që ngriti kokën lart. Interpretimi i kërcimit të tropojës në skenën e Sanremos nga Hazgan Haklaj dhe bia e tij Adela ishte një moment i jashtëzakonshëm krenarie dhe një ngjarje me rëndësi të madhe për promovimin e kulturës shqiptare në arenën ndërkombëtare. Në kuadër të festës së popujve, ku merrnin pjesë 18 shtete, ky interpretim kishte disa element që e bën vërtet të veçantë. Përfaqësimi i vlerave familjare dhe brezave, performanca e përbashkët e babait me të bijën, përcolli një mesazh të fuqishëm të trashëgimisë kulturore. Ajo tregoi se si tradita nuk mbetet thjesht në arkiva, por kalon e gjallë dhe e pasuruar nga brezi në brez. Autenticiteti dhe shpirti i tropojës, të veshur me kostume tradicionale dhe duke ruajtur me fanatizëm lëvizjet mitike e plot dinjitet të valles së veriut, ata nuk sollën thjesht një koreografi, por dëshmuan shpirtin, historinë dhe identitetin e pamposhtur të malësisë së Gjakovës në zemër të Italisë. Ky ishte suksesi i radhës, ndërsa kujtojmë këtu muajin korrik të vitit 2002 në Izrael në festivalin e dansit botror. Ansambli Dardania i malësisë së Dardanis apo malësisë së Gjakovës përfaqësoi denjësisht Shqipërinë mes 40 ansambleve botrore.